vetëm Allahut, krijuesit të gjitha botrave, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin për njerin më të dashur, për mësuesin e njerëzimit, për Muhamedit alayhi salam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për ata besimtarë të cilët e përsëdhin këtë rrugë deri ditën e fundit, xhamati i dashur. Në këtë ditë xumaje, ditë më e mirë të javës, e lutim Allahun e mandueshëm të e bën kabul namazën e xumës. Në këtë ditë xumaje lutim Allahun që ata të cilët janë të semur, Allahu të i shëroj. Ata të cilët më nuk janë mesin tonë, pra kanë vdekur, Zoti i mëshiroft, e i bëv varë të tjerë një kopsh nga kopshet e xhenetit. Lutim Allahun neve të na mbron nga azabi i varrit, të na mbron nga shoqëria e keqe, e të na mbron nga borxhet e të na ruan. Allahun e lutim që fëmijët tonë të cilët i duam shumë, të jenë në rrugën e hajrit dhe të drejtë, të jenë ata të cilët krenohen në baballar dhe nanët e tona me neve si fëmijë të tyre, inshallah mbi të gjitha xhamat lutim Allahun që fjala jonë e fundit e dal prej kësaj bote, me u kanë duke e thënë la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, amin. Xhamat, sot është xumaja e tretë radhazi që jemi duke spjegu për rëndësinë e edukimit të fëmijëve dhe fëmija i mbar, pra i marë që dëshiron secili prind pra me pas fëmijën e vet në rrugën e drejtë. Jam e kaluar përmendëm se edhe ti në familjen tënde si Zoti i shtëpisë mundesh me bë shtëpinë tënde një copës nga xheneti, një copës xheneti. Kur bëhet kjo xhamat, shtëpia jote më u kon xhennet, kur në shtëpinë tënde falet namazi, në shtëpinë tënde ka mirëkuptim, e ka dashuri, e ngohet fjala jote. Në shtëpinë tënde xhamat nuk bëhet masraf, në shtëpinë tënde ka musafir të hajrit, e ka bereqet. Kjo është pra ajo xhenneti që na e dojna në për shtëpijet e tona. A ki pa disa ku shkojmë në një shtëpi dikon mirë e ndreshme, mirë e rregullume, xhennet ishte ajo. Po e vërtet se na duhet mundohemi xhamat shtëpitë tona të janë të rregullume, e të janë të mira e gjitha këto. Kjo është shumë normale. Mirë po xhennet nuk është ajo na çfarë po e mendojmë me pas mobilje të mira e me pas një kerr të mirë. Kjo janë në rregull. Mirë po kur në shtëpinë tonë është mirë, edhe ka mirë kuptim, këtë lodhjet, e këtë gajlet, e këtë dertët binë poshtë. Kur e sheh vladin tanë mirë, e kur e sheh në rrugën e drejtë, ai të kënaqet shpirti e të kënaqet zemra. Prandaj na duhet ta kemi parasysh se nëse na nuk kemi mundësi xhamat me bën ndryshime mëdha në botë, mundësia jonë në për shtëpitë tona, ti më kanë ai personazhi kryesor, regjia më kanë dorën tënde edhe me rregullu familjen. Dhe për sot vazhdojmë përsëri në ata çfarë kemi nis. Mos harroni xhamat, para 2 javësh kemi thënë kështu se nëse fëmijën e dojna më kanë i mbar, e i mirë, i edukum, ai do me pa një model dikon. E para, Jernek do me pa. E Jernekin më të mirë ku e shef të baba dhe të nana, sepse për neve fëmijët janë për ato neve në shohin më të mirë njerëz, më të dashur edhe më të drejtë. E dyta, nëse marrin mend kur ta këshillojmë fëmijën, ta këshillojmë me fjalë të buta edhe për të mirë kur është. Po edhe nëse shohim ndonjëherë dallash, përsëri me përdor fjalë të mira e fjalë të buta. Edhe e fundit nëse marrin mend, kur mos e mallko fëmijën tan absolut, kur mos bën dua kundër ti, kur sa dolet këtë bën mëkate, sa dolet këtë bën pa drejtësinë me tije edhe me nonën e vet, përsëri lutu që Zoti ata ta udhëzon në rrugën e drejtë. Prandaj xhamat, mos e nënvlerëso fëmijën tënd. Asnjëherë, kur mos e nënshmo. Pastaj kujtoja ati gjëjan çfarë është e mirë, pra. Te fëmija xhamat me mbjell vetë besimin. Edhe në historinë islame kemi shumë ngjarje të mahniqshme me fëmijët e tonë.
Kemi shumë ngjarje që na duhet me marrë edhe si me mbjedh vetë besimin të fëmijët. Përmenda xhamat njerë se një delegacion ka hyrë te Abdul Malik ibn Marwan. Edhe ai e pa një fëmijë të vogël aty. E ka pa një fëmijë të vogël me ta, edhe a zemëru ky kryetar. A zemëru si janë shëmundur ky paska i në pallatin tem ky një fëmijë i vogël, edhe i ka thonë atyve erojve që majnë rend. I ka thonë, a s'ka dënja më të rritur, po që këtë voglin me ma pru mu në pallatin mbretëror. Pastaj, ki fëmijë ka thonë kështu. Ka thonë, o kryetar, hyrja ime të ti nuk e ullë pozitën tënde, por më ndëron mua. Kështu ka thonë, hyrja ime të ti unë që ka marë, nuk e ullë pozitën tënde, ti përsëri mbetësh kryetar, ama mua më ndëron, unë me hitë ti. Këta e kam mbjell pra vetë besimin edhe guximin me shpre fëmija. E fëmija guximtar xhamat do njëherë të prindërit e tonë këtë shkuptohet edhe interpretohet. Kur dojnë me bon si pas atyre fëmijën guximtar, ato i japin një kahje qeter. Shko re e filanin. Këshire në shkollë, si sulmoje, mos prit njerë djerë, për më njëren mujsh më boks mira dhe tamam. A ki pa xhamat, që shmbjellin do të qenjerit guxim të disa prind për fëmijën e vetë. Do thot, noja menën baba se nuk kam qefti mu me më kurit. Këto babalar mendojnë se për bojnë fëmijën azgan xhamat, për realisht po sjellin probleme në përmet fëmijës vetë në shtëpi vetë pastaj. Ai kur është i vogël, edhe problemin e ta ban të vogël. Kur të rritët, problemin hala më të madh ta ban, pse ja ki mbjell ti ata se s'ka kush ti që mundet me të rre. Shka të kishe, unë të qëndroj ti e mbrapa. Nëse runa zot, po e bani një vrasje runa zot, po mor me punë të liga, ai pastaj ka me marrë dënimin, ti ki me metë në mbrapa në shpi, e runa zot i kuritëm ki mu kam. Kur është i mitur, kur është në moshën 18 vjeçare, merret përgjegjësi edhe prindi. Mirë po, kur të kaloj moshën 18 vjeçare, e kumbet ai guximi që ti ki mendu se realisht ban qështu me bo me fëmijën tënd. Ka një rast qëtër xhamat, një delegacion ka hinë me prisin e besimtar, të prisi besimtarve të asaj kohë të Omer ibn Abdulazizi për t'ja uru postin kryetar. Edhe në krijet të ati delegacioni ka kanë edhe një fëmijë. Kanë edhe një fëmijë që i ka pri ati delegacioni, që në histori përmendet i ka pas këtë 10 vjetë xhamat. 10 vjetë i ka pas. Omeri i tha, unë ka thonë ullu dhe let ngritet do një më i malë se ti. Let fole. Ka thonë ti ullu, let ngritet do një që janë në mosh më i malë se ti. Pastaj, ki djali ka thonë, Zoti të përmesoft o kretari jonë. Që ka thonë, Zoti të përmesoft o kretari jonë, njeri u vlerësot me di gjëra më të vogla që i ka në trupin e tij. Nga shfarfjali ka thonë xhamat. Njeriu vlerësohet me di gjëra që i ka në trupin e tij. Vlerësohet me gjuhën dhe me zemrën që e ka. Njeriu nuk lavdrohet filani sa kile kishte 150 kile. Njeriu vlerësohet me ata që janë më të vogla në trupin e tij. Aja është gjuha edhe është zemra. E nëse Allahu pra të ka dhënë një gjuhë të aftë dhe një zemër të kujdesshme, ai e meriton pra të flasë. Kur i kanë dëgju këtë fjalë, Omer ibn Abdulazizi ka thonë, ti e ki fjalën çau edhe ma uron mu e posti. Pse këto në ngjarje xhamat po i përmendim? Po i përmendim ne si besimtar, duhet ta mbjellin vetë besimin të fëmijët e tonë pra. Vetë besimin dhe ta mbjellin guximin kur duhet ai me fol atë fjalë edhe nëse është i përjetu praktikisht xhamat. Një donacion po duhet me dhonë me një shoqat me ndihmu dikon.
ai nuk e regjistron emrin e vet, prindi, e regjistron emrin e fëmijës vet, për shembull djalit edhe të vajzës. Nëse ai e ka bën për shembull më dhon 200 franga, se kur do të rritet ka me kuptu se unë qish kur jam kon i vogël, emni jem a shkëru, unë se kam ndimu. A i nesër kur do të rritet, pastaj ka me qenë krenar, e deri sa të bënd veti zoti familjes, a i emni i ti ati ka me figuru, edhe shfar banki e trashigon këtë mirë. Kur të bëhet me familje e me fëmi, e shkruan pastaj emrin e djalit edhe emrin e vajzës. Thot kështu ka pas bo baba jem, gjithmonë emri jem ka figuru për vepra të mira, për një aksion që është bo me ndihmu një student një jetim, thot edhe unë kam e bon të njëjtën gjë pastaj me fëmijët e mi. Çka ban xhamat? E mbjedh mirësinë mendjen e fëmijës. Në kujtesën e tij qish kur akon i vogël, çfarë ka bo baba jem me emrin tem ka figuru për vepra të mira. Tash do i përmendin xhamat disa reflektime pozitive, kuptohet që janë shumë edukative, ama shumë janë praktike, dhe janë shumë thjeshta në jetën tonë, të cilat mund t'i jetojmë ato çdo ditë te fëmijët e tonë. Edhe jo me shkum në atë metodën e imponimit, por në frymën e bashkëpunimit dhe dashurisë me fëmijët e tonë, që ai ta kuptojë realisht se është dikushi dhe meriton respektin në familje. E para që mot, mbjellim vlera pa shumë fjalë. Me mbjell vlera pozitive, ama pa fjalë. Disa vlera xhamot nuk kanë nevojë për ligjërata, por kanë nevojë për një situatë shumë thjesht edhe një reagim shumë të sinqert. Po disa baballar e tepërojnë xhamot duke i majt ligjërata, tamam që t'hijen në dhomë, si të nise me i fol, ai detirohet, kap telefonin del gjatë në sofë, thot, e s'po muj me duru babën, se po ma tepron mua. Gabimin që e bojnë disa prindër xhamot, në jetë janë është i mirë i tyre, mirë po nuk po veprojnë mirë. Për shembull xhamot, kur shohim fëmijën tonë duke ndihmuar një tjetër, me një gjest shumë të vogël që e jep, ati mund t'i themi me qetësi, kjo është e mirë që duke i bën këtë punë. Këtë bashkëpunim që e bane në ndihmesën e tjetrit, kjo është e mirë. Çka ke bën ti si prind xhamat? Vlera gjithmonë lidhet me veprimin e jo vetëm me fjalën. Vlerat pozitive gjithmonë duhet lidhen me veprimin e jo vetëm me fjalën. Një reflektim tjetër që e kanë për obligim prindrit është pyesim në vend që të urdhnoj. Gjithmonë pyet e hekeket me urdhnu fëmijën tanë, sepse ka prind xhamot që e ngritin zonin dhe i thot banë që këta. Shka shkakton në xhamot? Ajo shkakton një pakënaqësi, ndoshta një refuzim. Sa është i vogël, ai nuk mundet me refuzu urdhnin tanë. Sa është i vogël ala edhe ti mundesh me dominu ata. Mirë po kur të rritet dikur, ai mundet me ta kthej fjalën. Edhe nuk dëgjon. Prandaj më pak urdhën me fëmijën tanë, e ma shumë bashkëbisedim. Kjo është ai suksesi që na po e dëshirojna. Për shembull, mundet nana mi thonë kështu: a e pastrojmë zbashku dhomën tonë bija ime? Ama nëse i thu ti shko pastroje se unë nuk i në sobë, aja e shprej një pak kënaqësi. Edhe çka ban nana, edhe pse është vajza e vogël, nisin edhe pastrojnë zbashku dhe drejtojnë dhomën. Nisin zbashku edhe i lojnë ende ato ati në kuzhinë. Ama kur jep urdhën ati, aja ka me shprej një pak kënaqësi. Pse këto i përmendim si shembuj xhamot? I përmendim si shembuj për me kuptu ti se ne dëshirojna me hap derën e mendimit e jo të kokëforcisë. Kjo është një shembull, një virtyt që duhet që të reflektojmë në pozitivisht xhamot. Me hap derën e mendimit e jo të kokëforcisë.
Mi dhonë gjithmonë mendim pozitiv fëmijës tanë. Po dojna me bojnë një punë të mirë, e bojna pra zbashku. Ama nëse shkon mendjen tonë, unë që shtu pu du be bo, ki bo gabim saj mundet nese me të refuzu. Të mësojmë zbashku ajo që i ban dobi. Çdo ditë për shembull xhamat, ta zgjedhim me fëmijën tonë, për shembull një ajet, ta zgjedhim një hadith, një thanje të urtë. Ti e ke lexuar për shembull, ke lexuar dikon në WhatsApp, e ke lexuar dikon në Instagram apo dikon tjetër, edhe zbashku e lexon me fëmijën tanë ata. Ja lexon në shembull një hadith pejgamberit tonë alayhis salam, nuk i falenderon njerëzit, ai që nuk e falenderon njerëzit, edhe nuk ka për ta falenderuar pastaj Allah. Nëse nuk je në gjendje me falenderuar njeriu, nuk ka mundësi me falenderuar dhe Allah. Edhe pastaj ti me fëmijën tënd e shtin në jetën tënde në praktik ato fjalë të mira. Për shembull, mia mësu fëmijës tënd fjalën të falenderoj. Mi thonë, le ta ndëgjoje prej teje edhe ai le ta praktikon pastaj. I bëhet një shërbim, ai më thon faleminderit. Le ta mëson fjalën me kërku falje. Më fal se unë gabova ndaj prindit për shembull. Gabova në shkollë, i kërkon falje mësuesit, e shen gaboni gabim në komunikacion, kërkon falje. Ta ban dikush një të mirë, më thon unë jam mirënjohës për atë mirë që ma ke bë. Me mësu shprehen të lutem, a ka mundësi unë këta ta bajnë. Këto duken si fjalë shumë thjeshta xhamat, ama e mbjell vetë besimin, edhe ai pastaj di më u shpreh. Edhe kur t'ja bojë ati një të mirë, ai e mëson ata se e kam një babën duke thonë, kur t'ja ka bën dikush një të mirë, ai ka thonë Allahu të shpërbleft. Pse e burra, se Hazrat Omeri ka thonë nuk ka fjalë më të mirë që mundesh me ia thonë ti dikujt kur ta bëj ti një të mirë, me thonë dikujt, me ia thonë qetrit Allahu të shpërbleft. Prandaj xhamat, me këta na mbjellim te fëmijët e tonë, mësimi bëhet shoqërim e jo imponim. Nga ki vërtet që duhet me reflektu pozitivisht. Mësimi duhet bëhet shoqërim pra zbashku, ama jo imponim. Një reflektim tjetër që duhet me bë prindrit me fëmijët e vet është të vëzhgojmë e mos gjikojmë. Gjithmonë pra vëzhgoje fëmijën tanë e mos gjiko. Kur fëmija gabon xhamat, mos nxitojmë ta çortojmë ata. Po ta pyesim çfarë ndodhi, si ndodhi dhe kjo, edhe çfarë mujmë me bën në ndryshe për ta përmisu. Shka ban me që ketë xhamat, ti e ndihmon që ata ta vlerëson vetën edhe të mos të mshehet ai pas vetës së tij. A ke pa disa prind xhamat, disa prind gjithmonë mundohen me arsyetu fëmijën e vet. Nëse e ban një gabim në rrugë, nëse ban diçka në shkollë, nëse ban diçka në punë, ai fëmijën e vet mundohet me arsyetu me gjitha metodat. Fëmija jem nuk e ban këta, fëmija jem nuk gabon, fëmija jem nuk shohat, nuk ban probleme, edhe realisht ai e ka bon qatë problem, mirë po gabimi i prindit se fëmijën e vet e shet përsosur dhe nuk ka ai donjëherë që mundet me gabu. Por gjithmonë pyet e fëmijën tanë, e ti shka bane? Pse ti unguce? Pse ti paskaraj qetri? Pse të ka largu mësusi prej ore? Pse ta ka thirr ti e thjedhjen shembullore? Pse mu më ka thirr mbledhjen prindrore? Takim me kujdestarin. Ama nëse ti shkon me qatë ide, me qatë mendim, edhe shkon të shkolla, edhe i thue fëmijë, edhe i thue nxirret të arsimtarëve, nxirret profesorit se fëmija jam është i pafajshëm, ke janë gabimi. Ai pastaj edhe kur të bëjë gabim pas gabimi, e ka ngupi babës se une nuk gaboj. Kejt qertë mund me gabu, une nuk gaboj. Prandaj xhamat duhet me mbjell te fëmija jonë mendimin se edhe ai mundet me gabu, po pas atij gabimi ai duhet përmirësohet inshallah. Të edukojmë me dashuri e jo me frikë. Kur fëmija xhamat, kur fëmija jonë gabon,
kur fëmia jon gabon, ai nuk I ulet vlerat e ti. Përsëriti ata e respekton dhe e don. Ama nëse gabimi gjithmonë bashkangjitet me zemrimin, ata prind mbjellin pastaj frikë e stres të fëmia, edhe nuk kanë gjendje me kuptu çfarë ka ndodhur, dhe mas atij gabimi ai nuk ka me mendu si të përmirësohet. Po çfarë çfarë ka me bë mua e baba, e si ka mu sjell kur ti tregoj nana për gabimin që e kam bën. Një reflektim tjetër pozitiv xhamat që na duhet me pas parasysh, ndaj kohë për bisedë. Ke pa në kohën e fundit xhamat, thuj se e kemi humb atë raportit ton me me fëmijën ton. Fëmia jon qish në veçli e merr telefonin edhe u krike pun. Kur është I vogël, si ti në YouTube tu këshir lojna, lun lojna, lloj aplikacioni ka, edhe po ja more telefonin, a ja nis me kajt. Han për mos me kajt, maj telefonin edhe u krike pun. Ku po jetë xhamat, ku po jetë pastaj ti me besedu me fëmijën tanë? A dini sa është me rëndësi, për shembull para xhumit me bën një bisedë. Rrugës kur dalësh me fëmijën tënd, me marr edhe me zhvillu një bisedë. Me ja tregu një ngjarje shumë pozitive. Filani e kish bën çket punë të mirë. Ai ka me dëgju xhamat. Ti mos kërko drejt për drejt, ai ta bëjë ata, mos kërko. Po ai ka me kuptu se masi po ma kallzon në baba për një punë të mirë që ka ndodhur, edhe unë duhet me insistu të bajnë një punë të mirë, me ja tregu një ngjarje që ka ndodhur. Mirë po jo me shtiu rrejtje ndaj atij që e ka bën atë punë të keqe, po si dykuri negative, me ja përmend se që kjo ka ndodhur, e ti duhet me pas kujdes edhe ti mos me radh në atë punë negative. Këto biseda xhamat janë shumë fritshme dhe ti e çel derën e dialogut me fëmijën tënd. A dini çfarë thot me çel derën e dialogut, edhe leje ai le të kallëzojë ngjarje, si ka kalu te shkolla, e si a çu vullnetar, e çfarë ka bën një sjellje të mirë atë, çisha ka marr çantën prej shkollës një nxënësi që e ka lëndu kamën, ai e ka prunë në shtëpinë edhe çantën e vet, edhe çantën tjetër, çisha ka çu shoqin e vet te doktori me fjalë qera, e ka shku e ka vizitu një shok të smut që e ka pas, le të shprehet xhamat, le të shprehet, çele derën emocionale të dashurisë, edhe ke me pas se fëmia jot e kupton se donjëherë ka nevojë me bën bisedë edhe me prindin, pra edhe me babën, edhe me nanën. Kërko leje aso si çdo ti me kërku leje ndaj teje dikush. Me kërku leje te fëmia jot xhamat. Edhe ai e ka çantën e librave, ka fletorëve, edhe me vet, a muj me qelun e çantën tane. Apo e ka dhomën vete, edhe ti I thuaj fëmijës tan, a muj me hiu në dhomën tande. A dini çfarë mësimi pozitiv merr, ai fëmia jot ka për ta vlerësu pastaj privatësinë e të qerave. Ka me vlerësu privatësinë e të qerave, edhe kur ta shofi kuletën tane, ai nuk ka me marr me qel pa lejen tande. Kur ta shofi dikujt një privatësi që janë në shtëpi për shembull, një musafirit, apo ku të shkojë dikon, po e pa një palto, po e pa një përpantolle, ai nuk ka me prek pastaj në xhepin e huj. Pse është privatësia e tjetrit? E kupton këta qish nga prindi, pse I ka thonë a muj me marr këtë fletorën tënde, me qelë shaka, a muj me hi dhomën tënde, e vlerëson privatësinë e fëmijës, dhe ai pastaj kur do të rritet ka me vlerësu edhe privatësinë e të tjerëve. Pastaj xhamat, një nga reflektimi pozitiv, praktik që mujna me bën me fëmijët e tonë, ti përfshijmë ata në vendimmarrje. A dini çfarë do thot me përfshi ato në vendimmarrje, për shembull në shtëpinë që jetë e rregulluti, edhe vet fëmijën tan. Çka po thu që këtë tavolinë, cilën anë po e nojmi? Shkon me blej mobilje, merr edhe fëmijën tan. Merr edhe shijen edhe atij, edhe dëshirën e atij. Veç I thu çikës tane, cili tepi po të pëlqen në dhomë, çfarë perde po të pëlqejnë tije? Natira e femrës, apo e merr djalin edhe I thuhet djali jam, çka po thu, ku po thu menun televizorin, a është mirë që tu menu? Ata e përfshim vendimmarrje,
edhe e mbjedh vetë besimin të ai se kur është bon diçka, edhe unë kam marrë pjesë aty në shtëpinë time. Kështu ai e kupton se edhe unë kam kështu dikushi, edhe unë pas në krenarin teme në shtëpinë time. Ama nëse shkon ti runa Zot, rrit ti se s'merr vesh ti kur gjon. A ki pa do para qerve, para vllavit, para kushërime, para kreve. Po ki zbot sen, ki s'ka hajr pi këti, o ki po s'pamson, ki zanat s'merr, edhe ai tamam e kupton, ma si baba mu kështu po më thot, e s'ka hajr pi mu edhe runa Zot, e merr ai rrugën e devijimit. Ama kur ata ti e vlerëson xhamat, kur jep mendim pozitiv se unë kam kështu dikushi, mua po më vet baba tavolinën ku duhet menu, mua po më vet baba çfarë kerri me marr, mua po më vet baba diçka në shtëpi, ai tani e kupton këshire se unë jam dikushi. Unë tu rrit, ai ka për me kuptu se tani unë muj me marr edhe vendime ala më të mëdha në vendin e punës edhe në jetën time kur do të rritëm. Kështu xhamat e bën pjesëmarrja jote e përforcon ndjenjen e përkatësisë. Edhe e fundit që është mirë me përmend xhamat, ti inkurajojmë fëmijët e tonë e mos krahasoj. Shka i bie kjo xhamat? Kur mos bën dallime mes evlatëve tu, absolut. Mi thonë për shembull djalit, kështu mi thonë, ki vllavi jot është më i mirë se ti. Ki po mëson, ama ti s'po mëson. Ke morë zanatin për 2 vjet, ti hala se ki morë zanatin. Këto krahasime xhamat që i ban ti te me evlatët tu, a dini çfarë do të thotë? E lëndon zemrën e fëmijës tanë, a kur e mbjedh inkurajimin, e ndej zotërimin dhe vetbesimin. Kjo është shumë e rëndësishme. Ka baballar që përdorin fjalorin më të keq për evladin e vet. Fjalorin më të keq, absolut. Thot edhe numrin ta kam fshin, nuk du ti me të pa në kurr, se di pse po mbën mua në shtëpi. Krejt që to senden ndikojnë negativisht të burra. Prandaj ti si prind mos ban krahasimin sepse jo këtë kanë aftësi për me kuptu njëjtë. Jo këtë kanë aftësi për me marrë një zanat njëjtë të burra, absolut. Dikush ka aftësi tjetër prej qetrit e vlat, nuk janë të njëjtë ato burra, nuk janë të njëjtë. Nuk është në rregull me bon krahasimin xhamat edhe në përqafim edhe në puthje me vladin tan, absolut njëjtë dush mi bon ato. Por gjithmonë edhe në veshje, edhe krejt mundo si cilit me aplotsu shijen si pas mundësive tua si prind. Besoj se xhamat këto këshilla janë shumë praktike dhe reflektojnë pozitivisht te fëmia jot që ai nesër kur do të rritet do ta kuptojë rolin që ka pranë jetën e tij. Por mos harrojmë xhamat se mos harrojmë krejt që to që i përmendëm edhe javën e kalume, edhe para 2 javësh ai do me pa model, po e ripërsëriti. Ai do me pa modelin më të mirë, ka me pa te baba dhe te nana. E dita po e ripërsërit xhamat. Gjithmonë edhe kur të këshillojmë me të mirë e me të butë. Edhe kur të çortojmë, kur ban fëmia jot një problem, sa do i madh, përsëri këshillojmë me të mirë e me të butë. Edhe fundi xhamat po e ripërsëris me keqarje, po them, kur asnjëherë mos e mallko fëmijën tan. Asnjëherë mos e mallko, por gjithmonë bën dua pas çdo namazit, o Zot, zbutja zemrën e vladit tem. O Zot, zbutja zemrën për me fal namazin. O Zot, japja menën e hajrit. O Zot, japja një shoqëri të mirë. Kur vjen kohë e martesës, o Zot, vajzës teme një burr të mirë të ndershëm, për gjalin i nuse të mirë të ndershme. Krejt që të sende, bani këtë dua se me doan tonë sinqert inshallah Allahu ti ka për ta pranu. Lusim Zotin në vllazën që fëmijët e tonë Allahu ti runë ti drejton e të banë ato të hajrit për vete, për ti mu kon krenar me fëmijët e tu, e të hajrit inshallah mu kon edhe për shoqërinë. Lusim Allahu në vllazën që kjo ditë e sodit qëtë me mirë e me dobishme se dita e gjeshmit e dita e nesme inshallah mu kon me mirë edhe me hajrit se dita e sodit. Dhe për fund xhamon si zakonisht kur vjen pra muji fundi i mujit dhe fillon pra muji tjetër sot do data i 10, edhe zakonisht na kërkojnë ndihmë për mimbatjen e xhamisë son, ato hadithe që xhamati jon i ka mësuar vllazën, i ka mësuar, po elhamdulillah po i praktikojmë edhe gjithmonë çdo muj
xhamati jonë vetëm se e shton pra dhanmën dhe e kujton pra serë që e jep, i kujtohet hadithi pejgamberit alayhis salam, sadakaja nuk e pakson pasurinë dhe e dita sadakaja të mbron prej fatkeqësive. Këto hadithe xhamat neve na shoqërojnë jetën tonë përditshme, e mas mirti kjo sadaka që jepet sot në ditën e xhama, e mas mirti që po e japim pa për xhamin tonë. Zoti e shto pasurinë, e Zoti na dhash bereqet inshallah. Allahu e bof kabul namazën xhamas. Lillahi al-Fatiha.